Ish aktori i spektaklit Portokalli, Rezart Veleshnja, është marrë i pandehur nga prokuroria e Durrësit për veprën penale të mashtrimit. Pas afro një viti hetimesh, organi i akuzës ka arritur në përfundimin se ai dyshohet se ka mashtruar mikun e tij me inicialët YT, duke i marrë automjetin në mirëbesim dhe më pas duke e shitur për rreth 2 milion lekë të vjetra. Çështja po shqyrtohet në gjykatën e Durrësit nga gjyqtari Recep Bekteshi, ndërsa seanca e ardhshme është caktuar për më 30 qershor 2026. Hetimet për këtë rast nisën pas kallëzimit të bërë nga pronari i automjetit, duke sjellë regjistrimin e dosjes penale me numër 2463. Në dhjetor 2024, policia dhe prokuroria urdhëruan arrestimin e Veleshnjës, por më pas gjykata vendosi që ai të hetohej në gjendje të lirë me masën detyrim paraqitje. Sipas dosjes hetimore, automjeti ishte marrë nga aktori për përdorim dhe më vonë ishte shitur pa dieninë e pronarit. Nga ana e tij, Veleshnja ka mohuar akuzat, duke deklaruar në rrjetet sociale se makina kishte humbur dhe se ai vetëm e kishte përdorur. Sipas tij, më vonë është zbuluar edhe personi që i kishte pasur automjetin.